Se Zoti Limaj është njeri që ka dëshmu, që ka ditë realisht në secilën betejë me dal fitimtar me elokuencën e tij politike, me shkallësitë e tij politike, me të kaluarën e tij politike dhe luftarake, edhe me gjurmët që e kalon, domethënë në ndërtim të vendit edhe në mirëqenien e secilit qytetar të Republikës. Në debate drejtuara opinionit publik, në takimet gjithandej vendit, në takimet e shumta që kryetari Limaj punon 24 orë në terren, po dhe aktivistë të tjerë të nismës, qofshin struktura, qofshin kandidat për deputet, domethënë janë duke e dërguar këtë mesazh dhe e mira vjen, domethënë feedbacku, me thonë që vjen shumë pozitiv, sepse e kanë kuptuar se pothuajse të gjithë e kanë kuptuar se nisma në kuvend domethënë e rregullon balancat me numra dhe kjo është e mira që komi ndodh vendit. Nisma në kuvend, domethënë drejt bashkimit një grupi të madh parlamentar që ka me udhëheq vendin në 4 vitet e ardhshme. Ne po presim, domethënë edhe sipas vlerësimit dhe asaj që po shohim në terren, po edhe njerëzve që po vinë me na mbështet. Ne resim kemi shumë konfirmime këto ditë të fundit, Mërgata jonë rrethin nga vi, edhe unë, po dhe rreth e tjera të vendit, që domethënë konfirmojnë që po, ose të okur me Fatmir Limaj, sepse ky njeri i duhet kuvendit Republikës Kosovës. Ky formacion politik i duhet dhe fundit njerëzit po i vlerësojnë provat. Po i vlerësojnë dëshmitë, po i vlerësojnë argumentet dhe gjurmët që dikush ka lënë për këtë vend. Domthonë zona ku jemi na e din, po jo vetëm zona nga vim ne, po edhe ja din vlerat, ja din meritë dhe është një zonë mirënjohëse, është një zonë që në respekt të së kaluarës dhe të asaj që bën sot, domthonë din me vlerësu. Këto tjerat domethënë meten më po ne besojmë fuqishëm, domethënë që jemi në rrugën e drejtë për me hyrë në kuvend dhe këto ditë që na kanë metur, jemi në kërkim të 10.000 voçit që aktualisht na mungon për të kaluar këtë pragun, megjithse tani më kemi shumë thirrje për aktivistëve tonë që mos e përmendni pragun se domethënë Zoti Limaj nuk njeh as rrethime politike, Zoti Limaj nuk njeh as pragë elektorale, sepse Zoti Limaj është njeri që ka dëshmu, që ka ditë realisht në secilën betejë me dal fitimtar me elokuencën e tij politike, me shkallësitë e tij politike, me të kaluarën e tij politike dhe luftarake, edhe me gjurmët që e kalon, domethënë në ndërtim të vendit edhe në mirëqenien e secilit qytetar të Republikës.